Në këtë edicion do të ndiqni. Zhurmë pluhur e mbeturina të shpërndara kudo në rrugën Hysni Dobruna në Gjakov. Dështon edhe tentativa 29 për konstituimin e kuvendit të Kosovës. Hotel Kulla e Sahatit ka hapur dyert sot në Gjakov, një destinacion unik për vizitorët. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Banorët e rrugës Hysni Dobruna kanë shprehur shqetësimin e tyre për mbeturinat e shumta, pluhurin dhe zhurmën e vazhdueshme, e cila po krijohet gjatë ndërtimit të objekteve banesore. Ata thonë se për problemet e tyre kanë nënshkruar edhe një peticion, por gjendja ka vazhduar të jetë e njëjtë. Zhurma e krijuar nga ndërtimet e reja dhe pëlluri i vazhdueshëm janë bërë shqetësim prej kohësh për komunitetin në rrugën Hysni Dobruna në Gjakov. Këto mund të gjesh edhe mbeturina të shpërndara në rrugë. Qytetarët thonë se qysh nga fillimi i ndërtimit të banesave kanë bërë ankesë në komunën e Gjakovës, duke nënshkruar një peticion që të bëhet ndërtimi sipas kushteve të urbanizmit, me kanalizime të reja, gjelbrim, kontinjer e të tjera, por edhe pse nga komuna kanë kthyer përgjigje se këto do të aplikohen, banorët thonë se gjendja është krejt ndryshe. Kem bo një kërkesë, një apel në komunë, para se me fillu kjo vitin 2021, që a ka leje kjo objekt për ndërtim, edhe i përmbush parametrat për me qenë objekt banimi në një vend urban, në një vend civilizuar ta quajmë, në një qytet. E këpat edhe ju vetë, ju dhash atë përgjegje që nga ka këthi prej urbanizmi, që ka thonë të gjitha parametrat i ka plotësu kërkuesi për leje ndërtimi. Kurse ajo në letër është mrekulli e Zotit, që gjendja faktike që është. Saracini thotë se për disa ndërtesa këtu është vetëm një kontinjer për mbeturina, që është e pamundur të mbahet nën kontroll situata me mbeturinat. Kjo konta bërloke që përsheni këtu, ose kontener që shdu shtu janë, kjo është kontener lëviz. Sa rrinë që aty, sa e qesin qëtu, sa e qesin këtu, sa e qesin atje, sa e qesin këtu. Kërkun se ka vend, inspektori, sa her të thirim inspektori e bon procesin, e bon ato mirë, po s'pjavnon veshin as inspektorit, ata që kanë bërë këtë punë që kanë ndërtu. Saracini gjithashtu përmendi edhe dëmtimin e rrugës ku pothuajse vetëm një kursi ekziston dhe në këtë gjendje e kanë sjellur kamionet e rënd që ndërtojnë apartamentet në këtë zonë. Bjerë zodh, bjerë qament, bjerë hekër, bjerë materiale që kanë pas nevojë dëmtu edhe e kanë kryer objektin, rrugën e kalon qështu, na jemi të nejtë qështu u knaqëm, mrekullia e Zotit, ma mirë s'ka. Kjo është Kosova. Për këtë problematik të banorëve kemi kontaktuar me drejtorin për punë inspektuese në Gjakov, ku në një përgjigje me shkrim drejtori Hysni Muhadri thotë se çështja e infrastrukturës rrugore është adresuar si problem e për kontinjë shtesë janë duke biseduar me kompaninë e mbeturinave Qabratit që të bëjnë zgjidhje. Deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë dështuar edhe sot ta konstituojnë përbërjen e re parlamentare. Ata janë mbledhur 29 herë deri tani në përpjekje për ta bërë kuvendin pas zgjedhjeve të 9 shkurtit. Çështja ka ngecur te emërimi i kryetarit dhe nënkretarëve të Kuvendit. Nuk ka dalje nga ngërçi politik as pas seancës së sotme. Deputetët po vazhdojnë tashë 29 seanca duke mbajtur qëndrime të njëjta. Me një skenar të njëjtë që nga hera e parë duke zgjatur vetëm pak minuta seanca dhe duke vazhduar çdo 48 orë, nuk po shihet asnjë rezultat. Vendi i kryetarit të Kuvendit ende është i zënë nga deputeti më i vjetër i dalë nga zgjedhjet e 9 shkurtit. Avokati Arjanit Kosi edhe këtë radhë ishte jashtë Kuvendit, ku si qytetar po kërkon reflektim nga deputetët dhe dalje nga ngërçi politik. Ai në të shumtën e herave u bënte pengesë deputetëve për të prononcuar për media, duke u kërkuar atyre që të futen brenda Kuvendit dhe të vazhdojnë punën për të cilën kanë ardhur. I kanë të gjitha nëse më pengot, lutem shkoj ki punë tua, apo të pengojnë e ty në punë tua. Jo, më pëse me të pengut, s'ka me të falë më ngrutë, e krymë.
Po në tjeti aj që më tregon mua me folë. Pretëm që aty foli. Jo, ti si e me mu si më folë. Kur? Jo ti por kur kush? Kur heq? Era para më ram ti mu që më bëngon. Ti mu më se më bëngon kur? Pretëm aty. Jo ti po gjatë deputat. Jo, s'ki shumë. Ti tjerë, çka bën me tjerë do punë jote. Po unë me edhe me ty. Jo, me mu jo. Ti më Jo, me mu kur? Ti as kërkosh. Le të kryejm punën tonë. Ja. E kom dasta po hin. Po tu s'të vëvës s'kan drejt mu më drejtu mu. Ja, sem po tu si vëvës. Ju deklaru publikisht, faleminderit shumë. Hiç mos u deklaron dall. Lutem hin nana. Është do t'i protesto. Hin sekreti komunal. Po protesto çdo që kjo protestam jo spekryni. Faleminderit shumë. Shumë djalë mirë. Ai jo më mirë Avokat jeti i ligjet. Po normal, ani do vonë shkeli kanë herë. Koci në seancën e radhës kërkon që edhe presidentja të ndërhyjë në këtë situatë dhe deputetët t'i kthejnë pagat nëse ato i kanë marrë. Me kurën në shkera 30, unë e ftoj tash edhe presidentja më kyç, edhe më mos të gjasin më tepër. Edhe i ftoj deputet, nëse kanë marrë rroga këto 3 muaj sa s'kan punu, le t'i kthejnë, ose le t'i japin për sos kinderdorf apo për një çështje humanitare. Ndërka gjatë ditës së sotme, kryeministri në detyrë Albin Kurti ka zhvilluar një takim me kryetarin e komunës së Mitrovicës së Jugut, Bedri Hamzën, ku nga qeveria në detyrë është bërë e ditur se aty u diskutua puna në komunën e Mitrovicës së Veriut dhe asaj të Jugut dhe bashkëpunimi ndërmjet tyre. Sot 4 muaj që nga zgjedhjet parlamentare, Kosova ende është në krizë institucionale. Atëherë ndërpritet seanca dhe vim me 11 qershor në orën 11. Presidenti i Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, ka caktuar datën 12 tetor 2025 për mbajtjen e zgjedhjeve të rregullta lokale në Kosovë. Ky vendim është marrë pas çurtimit të propozimeve të subjekteve politike, si dhe pas një analize të plotë, në përputhje me afatet kushtetuese dhe ligjore. Në njoftimin e presidencës thuhet se presidentja Osmani u ka bërë thirrje të gjitha subjekteve politike, organizatave të shoqërisë civile dhe qytetarëve që t'i qasën këtij procesi me përgjegjësi të plotë në funksion të garantimit të një procesi gjithëpërfshirës, të rregullt dhe të drejtë. Rjeti i prindërve edukues në Kosovë ka ngëzuar sot një grup fëmijësh të hospitalizuar në repartin e pediatrisë në Gjakov. Dhurata të shpërnda në kuadër të festës së Kurban Bajramit, si një simbolike mirë festive për fëmijët. Rjeti i prindërve edukues në Kosovë përnder të festës së Kurban Bajramit ishin pranë fëmijëve të shtruar në repartin e pediatrisë të spitalit të Gjakovës. Kryetari i rjetit të prindërve edukues në Kosovë, Gazmen Gjota, tha se kjo nuk është hera e parë që gjendemi afër fëmijëve në rast të festash, pasi në secilin festë mundohemi të jemi përkrahas shpirtëror ose me ndonjë dhuratë simbolike. Unë kam marrë sot me përfaqësurinë e prindëve të Kosovës. Zakonisht si prind mundohemi përkrah fëmijët në rrethana të ndryshme dhe prindrit procesin e rritjes së edukimit të fëmijëve. Në disa raste, në rastet e festave, mundohemi me gjend prindve dhe fëmijëve nganjëherë afër tyre me dhurata ose me përkrahje shpirtërore, për arsye se zakonisht nëpër festa fëmijët që janë të hospitalizuar dhe prindët ndjejnë një farë nevoje shumë më të madhe shpirtërore, ose një më të dëshpëruar ose më të vetmuar, më të izoluar prej pjesë tjetër. Për më janë lehtësu këtë gjendje emocionale, zakonisht ju shpërndajmë me dhurata ose bëjmë aktivitete të ndryshme për krahje të fëmijëve. Gjota shtoi se synimi i gjithë kësaj është se t'u lehtësojmë fëmijëve gjendjen emocionale dhe shpirtërore. Me këtë synim ose me këtë qëllim, për m'u lehtësu gjendjen emocionale dhe shpirtërore, kemi munduar me i sjell disa dhurata për fëmijët e hospitalizuar. Përpos Gjakovës, Gjota bëri të ditur se ata kanë dhuruar kuti me dhurata edhe fëmijëve të spitalit Nepej, si edhe fëmijëve me sindromin Down dhe autizëm. 177 raste janë regjistruar në emergjencën e spitalit të Gjakovës vetëm gjatë 3 ditëve të fundit të javës që kemi përmbyllur. Shefi i emergjencës, Dr. Ilir Hasanaj, thotë se rastet kanë qenë të ndryshme dhe të gjitha janë trajtuar me shumë përkushtim nga profesionistët. 3 ditët e fundit të javës së shkuar në emergjencën e spitalit të përgjithshëm Isa Greza në Gjakov kanë qenë shumë të ngarkuara me punë. Dr. Ilir Hasana, një herët ushtrues i shefit të emergjencës, tha se janë regjistruar 177 raste në 3 ditët e fundit të javës që kemi përmbyllur. Relativisht të ngarkuar ka qenë, gjithsej për 3 ditë kemi pas 177 pacienta,
prej cilëve 26 janë pranuar në spital, kanë qenë pacienta që duhet me trajtu në anë spitalit. Prej këtyre pacientave 8 aksidente, 1 rraje. Të gjithë pacientat e kanë marrë shërbimin e nevojshëm, janë egzaminu, janë trajtu, ata që janë kanë mulli u shpjellë. Specialisti i emergjencës tha se pacientët kanë qenë nga komunat të Rrafshit të Dugagjinit, por ka pasur edhe nga komunat veriore të Shqipërisë. Tu i kemi prej Gjakovës, vinë komunës Ravecit, prej Unikut, një pjesë e Deçanit, vinë këto edhe të Shqipërisë, pra janë Currit, Krumës. E doktor Hasanaj apeloi te qytetarët që në emergjencën e spitalit të drejtohen vetëm rastet emergjente, ndërsa për rastet më të lehta të drejtohen në ambulancat e qytetit dhe në shërbimin ambulantor të spitalit. Bjeshkatari Agim Idrizi nga Gjakova në një prononcim për emisionin Med Plus ka folur për përfitimet shëndetësore që mund të fitojmë nga shëtitjet në natyrë. Ai thotë se natyra është mjeku më i mirë për secilin individ. Ecja në natyrë përmirëson shëndetin fizik dhe psiqik të individit. Natyra është një ndërshëruesit më të fuqishëm me një sër përfitimesh që ndikojnë tej masën në një mirëqenie shëndetësore. Bjeshkatari Agim Idrizi, i ftuar në emisionin Med Plus, tregoi se përfitimet nga bjeshkatarizmi janë të panumërta, duke cituar se natyra është mjeku më i aftë. Përfitimet doktor janë të shumta. Janë të panumërta. To që thot një citat, natyra është mjeku më i aftë. Po më jem patjetër si doktor, po natyra është mjeku më i aftë. Si pas bjeshkatarit Idrizi, anët pozitive nga bjeshkatarizmi janë të shumta, si në aspektin e shëndetit fizik, po ashtu edhe ati mendor. E kanë thonë edhe mjek tjerë nga komunitetet tjera, përfitimet janë të shumta, të prej shëndetit fizik edhe psiqik. Zemra punon më mirë, fëskohen mushnit, rruzat e bardha të kuqa, gjakut, qetësia, antistresi, që janë elementet kryesore për një jetë shëndetshme. Mes tjera është bjeshkatari Idrizi u shpreh se ngjitja në male dhe bjeshkatarizmi në përgjithësi sjellin kënaqësi të madhe, sidomos kur shijohet edhe bukuria e tyre, duke vënë më së shumti theksin tek malet shqiptare. Me ngritjen e temperaturave, shumë qytetarë kanë filluar të planifikojnë pushimet verore. Zgjedhjet e tyre janë të ndryshme, për kryesisht prim Bregdeti shqiptar dhe Ulqini. Me rritjen e temperaturave, shumë qytetarë kanë filluar të mendojnë për pushimet e tyre verore. Disa duket se kanë vendosur që këtë vit të pushojnë brenda vendit, ndërsa të tjerë synojnë që t'i kalojnë ditët e nxehta jashtë Kosovës. Ulqini dhe Bregdeti shqiptar ishin vendet më të preferuara për disa nga të intervistuarit tanë. Si vjetë po mendoj me shku në Ulqin, për shkak se Ulqini diqysh më i qetë, edhe me thonë vërtetë më shumë po na respektojnë Ulqini, se kur Shqipëria. Në atë aspektin në nisë, ne dojnë me shku si vjetë në Ulqin për atë aspekt. Se në Shqipëri, jo me na respektu shumë, edhe diqysh ne konservatar të më na bojnë si në asgja. Ne do shkojmë me familje. Si vjetë të shkojmë me familje edhe me vllamin, se do të vjen prej nervozije, kena vendosur me shku së bashku atje. Ndërsa një tjetër tha se Ulqini mbetet me më shumë siguri. Në Ulqin, është vani bukur, pëlqen, ka shqiptar aty, ka të kretë janë, edhe ka siguri. Që kesh? A të rega ki me shku bashkë me familjen apo me shoqëri? Me shoqën, se tjertë këtë janë shtetet jashme. Megjithatë, nuk mungojnë as ata që theksojnë se shkuarja jashtë vendit është e kushtueshme dhe jo gjithmonë realizueshme për të gjithë, sidomos për familjet me më shumë antar. Po, kismet kena vendosur ta shtojmë një herë që shti marrim pushimet verore, kismet ndoshta ndrojnë pak vend, shpresojnë Malëzim, Ulqin. Do të kalojmë aty së bashku me familje, si çdo person që ka nevojë pushimin. Jo shpresoj edhe të tjerë që të kalojnë sa më bukur, kush ka nevojë, kush ka mundësi.
Në përgjithësi, qytetarët prapa kamerave shfaqin dëshirë për pushim dhe ndryshim të përditshmërisë, por vendimi për destinacion varet kryesisht nga mundësitë financiare dhe rrethanat familjare, u shprehin disa të tjerë prapa kamerës sonë. Listës së hoteleve në Gjakov ju ka shtuar edhe një emër i ri hotelier. Hoteli Kulla e Sahatit zyrtarisht ka filluar punën sot në një ambient komod, interier të zgjedhur dhe staf profesionist. Jemi në vendin më të bukur të Qarshis, aty ku historia ka lënë gjurmën, e tash po flasim për Qarshin e vjetër, zemra qytetit me punë tradicionale të zejtarve dhe ku çdo gur ka një tregim. E tash këtij vendi plot shpirt i tradit ju shtua edhe hotel Sahat Kulla. Për më shumë pamje të bukura të këtij vendi e ndjeki materialin në vazhdim. Brenda mureve të këtij objekti hotelier, secili klient mund të gjejë pastërti, rehati të plot dhe një ambient të ngrohtë që kombinon stilin tradicional me komoditetin modern. Çdo dhomë është rregulluar me kujdes për t'i dhënë mysafirëve ndjesinë e pushimit të merituar, pikërisht në zemër të qytetit. Hotel Kulla e Sahatit nga sot ka hapur zyrtarisht punën si një pikë e re referimi në Qarshin e vjetër, vendi ku mysafirët ndihen si në shtëpi, ndërsa shijojnë gjithçka të bukur e historike në kaldrëmët e kësaj zone. Hotel Kulla e Sahatit synon të bëhet jo vetëm destinacion për vizitorët, por edhe për qëndrim të këndshëm. Këtu së shpejti do të jetë në dispozicion edhe mëngjesi për secili mysafir, me një staf profesional të përkushtuar dhe mikpretës. Mysafirët do të ndihen mirë në secilin hapësirë të hotelit. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Dita e sotme është karakterizuar nga mot me diell e vranësira të kohë paskoshme, me temperatura që kanë lëvizur nga 14 deri në 29 gradë Celsius. Për nesër, temperatura do lëvizi nga 14 deri në 30 gradë Celsius, karakterizuar nga moti me diell. Edhe mërkura do të karakterizohet nga moti me diell, me temperatura që do variojnë nga 15 deri në 32 gradë Celsius. Ditën e enjte pritet të jetë mot me diell, me temperatura që do lëvizin nga 15 deri në 32 gradë Celsius. 14 deri në 31 gradë Celsius pritet të jenë temperatura gjatë së premtes, karakterizuar nga moti me diell. Mot me diell parashihet edhe gjatë së shtunës, shoqëruar me temperatura nga 13 deri në 31 gradë Celsius. Për të dielën parashihet mot me diell, me temperatura që do variojnë nga 15 deri në 31 gradë Celsius. Para se të ndahemi të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Zhurmë pluhur e mbeturina të shpërndara kudo në rrugën Hysni Dobruna në Gjakov. Dështon edhe tentativa 29 për konstituimin e kuvendit të Kosovës. Hotel Kulla e Sahatit ka hapur dyert sot në Gjakov, një destinacion unik për vizitorët. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri, si dhe në rrjetet tona sociale. Miropafshim.